Zgjedhjet e 9 shkurtit u certifikuan, por qeveria ende nuk është formuar, duke lënë qytetarët në pritje të një marrëveshje mes partive politike. Disa qytetarë që ne intervistuam sot mendojnë se qeverisja do të formohet shumë shpejt dhe se në krye të vendit do të jetë ai i cili ka fituar shumicën e votave të popullit. Për mendimin tim, qeveria duhet të më formu sa më parë me Albin Kurtin krye. Vetëm ai mund të më formu qeverinë tjetër kush nuk ka mundësi. Sa më parë kam qef mu formu, dhe qash. Kush mendon që mundet me votë? Më mirë tin. Çaj më mirë se kujdeset për popull. Unë mendoj se shumë shpejt kam formu. Me në një kohë shumë shkurt. Vetëm sa të përfundojnë me rezultate, kam bindje që shumë shpejta kanë me përfundu. Me siguri që vetëvendosja do ta bënë. Por që kisha dashur unë, kisha dashur vetëvendosja me gjitha këto partitë, më mbledh, ishtë bo ma mirë. Qeveria mendoj që do të formohet shpejt, pres që qeveria Kurti është meritore, është normale, partia e parë, partia që fitimtare. Ndërsa një tjetër mendoi se qeverisja kësaj radhe i duhet lënë opozitës, duke u dakorduar me partinë që është në krye të vendit. Qeveria nëse formohet, nëse ulen në tavolinë, me bisedu edhe për shtetit që jokohen VV-ja, edhe këta që janë opozit, në të ulen bashkë, në të mirën në vesh, kështu që në të thojnë Albinit, lena neve tashti se ne pëtë në më dheq. Që kaq? Rezultatet përfundimtare u shpallen me 15 mars nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe në këtë rast, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, brenda 30 ditëve të certifikimit të rezultateve duhet të therrasë mbledhjen konstituive të Kuvendit të Kosovës.